Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të flasim për situatën brenda Partisë Demokratike. Ka pasur shumë zhvillime, ju i keni ndjekur dhe një prej atyre që është pjesë e këtyre zhvillimeve është dhe avokatja Elesa Belliu. Zonja Belliu, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit ju për ftesën. Kandidatura juaj për kryetarit të Partisë Demokratike u refuzua nga kjo forcë politike, nga një pjesë e atyre që pretendojnë që janë në krye të saj. Si u ndjet nga ky vendim? Është e paprecedent që mbas 30 ca viteve në Partinë Demokratike nuk pranohen dokumentat. Pastaj të kalojmë tek refuzimi. Nuk pranohen dokumentacioni i përkatës që është çuar nga unë, nga zoti Saliani, dhe është refuzuar në një mënyrë të paprecedent dhe të papar në histori të Republikës Shqipërisë dhe në gjithë këto vite demokracie. Kjo është qartë azi e kuptueshme që vetëm demokratike nuk është ajo parti, por është totalisht bunkier, personal dhe privat, i leadershipit saj dhe i kupolës drejtuese që sot e komandon atë parti. Pse mendoni që kandidatura juaj u refuzua nga pjesa drejtuese e Partisë Demokratike aktuale? Do isha e privilegjuar të ishte refuzuar dhe të ishte dhënë një mesazh në një mënyrë formale, duke dhënë një përgjigje formale konkrete, jo duke refuzuar dhe pranimin e një dokumenti. Sepse çdo njeri ka drejt të shohë dokumentacionin përkatës, ka drejt dhe të skualifikohet, ka drejt një procesi që më mbrapa dhe mund ta ankimosh, por është e frikshme ajo që ka ndodhur, 2 herë të mbyllura, askush në seli dhe një reagim arrogant i sekretarit përgjithshëm dhe praktikisht çdo njeri i cili është arrogant në politikë sillet në mënyrë të tillë për të fshehur paaftësinë e madhe që e mbulon atë. Zonjë Belliu, pse zgjodhët ditën e fundit për të dorëzuar dhe platformën tuaj dhe kandidaturën tuaj për kryetarin e Partisë Demokratike? Kishim, kështu që gjithsesi brenda atyre 24 orëve që na u lanë dorëzova. Qartë, por cili është motivacioni i refuzimit sipas Partisë Demokratike? Pra, ishin dyert të mbyllura, kishte deklarata të mëvonshme nga disa nga eksponentët. Nuk pranuan dokumentacionin. Dhe kur nuk pranon dokumentacionin, do të thotë që nuk ka asnjë mangësi. Thjesht i ke frikë nga gara, ke frikë nga mendimi ndryshe dhe pa diskutim që bëhesh uzurpator i pronës tënde për të mbrojtur pronën tënde. Nuk je aty për interes kombëtar, për interes personal familjar. Dhe ky është rasti konkret i Sali Berishës dhe gjendjes aktuale që është Partia Demokratike sot. Sepse është qesharake mënyra se si e trajtuan procesin për leadershipin e Partisë Demokratike, më qesharake edhe pranimi formal i disa kandidaturave që nuk u njinin dhe deri tek rikonfirmimi i Don Kishotit Partisë Demokratike që është Sali Berisha dhe është Don Kishoti 23 majit. Zyrtarisht zoti Berisha është vetëm në garën për kryen e Partisë Demokratike. Çfarë treguesi është kjo? Sali Berisha është Don Kishoti 23 majit, është Don Kishoti i Partisë Demokratike. Sot vetëm një gjë i ka ngel Sali Berishës, që në zgjedhjet e radhës vetëm t'i fshi Ramës emrin nga fleta votimit në mënyrë që të fitojë Partia Demokratike, se në mënyrë tjetër nuk fiton dot sa kohë jetë Berisha në krye. Çfarë prisni që të ndodhë nga tani në vazhdim? Kandidaturat tuaja u refuzuan, si do të jetë aksioni personal, por ndoshta marr tu guxim them edhe zoti Saliani duke qenë se ju specifikojmë, nuk u refuzova unë, u refuzua gara. Ai me refuzimin e kandidatimit tim pa diskutim refuzoi të drejtën për të pasur një proces të rregullt demokratik në Partinë Demokratike. Një proces ku demokratët zgjedhen. Ne sot kemi vetëm një kandidat, mbas 30 ca vitesh demokraci, kemi Don Kishotin ton që quhet Sali. A mendoni që ka zëra brenda Partisë Demokratike që janë kundër kësaj, në vetdijen e tyre, nën vetdijen e tyre, që e thon apo nuk e thon atë çfarë mendojnë lidhur me këtë situatë, apo të gjithë janë dakord që të jetë kjo gjendje në Partinë Demokratike? Nuk besoj se janë të gjithë dakord me këtë gjendje në Partinë Demokratike. Partinë Demokratike ka shumë pak kënaqësi dhe pa diskutim që ka individ cilët nuk preferojnë të shprehen, por nuk kam ardhur të flas për to. Unë kam ardhur të flas se si mund ta çojmë Partinë Demokratike rreth një
riformatimi rreth një procesi demokratik dhe pa diskutim rreth një gare ku demokratët kanë të drejtën e tyre për të zgjedhur. Sepse vetëm duke zgjedhur demokratët do vijoj të kemi zgjidhje dhe me zgjidhje pa diskutim do mund të afrohemi tek besimi i qytetarit ndaj të cilit ne sot jemi shumë larg. Zonjë Balliu, nga momenti që u shpall hapja e garës në Partinë Demokratike dhe deri në momentin që do zyrtarizohet kryetari i ri i saj, në krye të kësaj partie qëndron sekretari i përgjithshëm zoti Flamur Noka. Si mendoni që do ta udhëheqë ai partinë, duke qenë se në këtë kohë ka dhe aksion opozitare, ka dhe protesta të paralajmëruara, siç është ajo e 7 majit, ka po ashtu edhe platforma të tjera dhe komisione parlamentare që janë duke u zhvilluar, pra me të në krye do të jetë çfarë gjendje është Partia Demokratike? Atëre fenomeni Mereme është pa diskutim mënyra se si e drejton Flamur Noka Partinë Demokratike, që është qesharake, është fyese, është tallëse, por mbi gjitha është pa asnjë shpresë për të ardhmen. Qofse ne pranojmë këtë lloj komandimi, do të thotë që ne kemi pranuar humbjen ndaj PS-s dhe kemi pranuar të jemi në opozitë përjetshme. Që do të thotë Partia Demokratike këto zgjedhje nuk mund të rikonfirmoj, siç e thatë ju, që t'ju bëj një korrigjim, por vetëm të kundërshtoj këtë proces antiligjor. Statuti nuk e lejon Sali Berishën që të garoj dhe tek 3 kriteret që këto vun 24 orë para dorëzimit të kandidaturave mungonte kriteri kryesor që është Neni Basha, në të cilin absolutisht Sali Berisha është i skualifikuar sepse e kanë votuar atë statut 5.000 delegat dhe 10.000 antar të Partisë Demokratike. Dhe vullneti i tyre duhet jetë i pandryshueshëm. Dhe për këtë kam ardhur unë të flas. Për legjitimitetin e kësaj gare. Dhe kjo garë nuk ka legjitimitet. Dhe kjo garë nuk është reale. Kjo është një farsë që i shërben uzurpuesit Partisë Demokratike që ka vetëm një emër që është Sali Berisha dhe është armiku më i madh sot i interesave kombëtare të Shqipërisë dhe zhvillimit të saj. Zonjë Balliu, pse mendoni që Partia Demokratike nuk thith dot votën e të rinjve, pasi dhe nga statistikat del që të rinjt gjithnjë më pak zgjedhin që të votojnë forcat politike dhe një ndërta edhe Partinë Demokratike. Këtu ke rastin konkret, unë jam një vajzë e lindur 95 dhe më refuzohet garimi në Partinë Demokratike. Ka arsye më shumë se kaq. Është një parti që të rinjve nuk i jep hapësirën që të paraqesin një platformë. Ju t'i japin hapësirë për t'u zhvilluar, hapësirë për t'u votuar, hapësirë që të mund bëjnë karrierë të kjo forcë politike, apo që mund të mundin kundërshtarin. Berisha sot nuk mund do të kundërshtarët brenda partisë vetë, jo mund të mundi Partinë Socialiste. Çfarë ka ndryshuar nga Berisha i vitit 2022 nga Berisha i vitit 2026? Është bërë i pabesueshëm, nuk ka mbajtur asnjë nga premtimet që dha në 2021-shin, asnjë nga premtimet, se premtoi që do rrëzonte Ramën për 6 muaj. Ramën e kemi akoma kryeministër. Premtoi që deputetët do t'i zgjidhte antarësia. Për i primare dhe ju e pat tepër qartë se çfarë ndodhi. Premtoi bashkimin me demokratët, ndërkohë bashkimin e bëri me Dulen dhe me Metën. Sali Berisha premtoi shumë gjëra demokratëve dhe nuk mbajti asnjë fjalë. Sali Berisha diçka tjetër artikulon dhe diçka tjetër bën. Unë sot kam marrë flas për faktet. Nuk merrem më me deklaratat boshe të Sali Berishës, një burr i cili sot ka frikë nga gara dhe pa diskutim që nuk ka asnjë mendim se si kjo parti të vinë pushtet. Sepse është interesi i tij që përvalon dhe sot kjo parti është bërë palë duke e kundërshtuar institucionet e drejtësisë, është bërë palë për interesat e Sali Berishës kundër faktorit ndërkombëtar dhe sot kjo parti ka mbyllur derën perëndimit vetëm për Sali Berishës. Që dua ta qartësoj që ti më qartë me ato që po na ndjekin. Nuk ka problem me Partia Demokratike me ndërkombëtarët. Nuk ka problem me Partia Demokratike me institucionet e drejtësisë. Këto probleme i ka vetëm Sali Berisha. Dhe kur them është bërë palë kjo parti, nuk është se është bërë palë Partia dhe Demokratët e thjesht, por palë absolutisht është bërë Berisha, duke mbrojtur interesin e vet dhe duke marrë
një parti të tërë me vete. Shpeshherë thuhet që dhe nga deklaratat që ka thënë zoti Noka, por edhe zoti Berisha, që eksponent që kanë dalë kundër, siç ishte edhe zoti Saljani më herët dhe është aktualisht, kanë bashkëpunuar me Partinë Socialiste. Mendoni që kupola drejtuese aktualisht e Partisë Demokratike në një formë apo në një formë tjetër kanë bashkëpunuar me ata të Partisë Socialiste? Unë mendoj që arsyeja kryesore që Rama sot vazhdo mban qeverinë me gjithë këto skandale është vetëm Sali Berisha. Sa kohë jetë Sali Berisha në krye të Partisë Demokratike, nuk ka shpresë që kjo parti të vinë pushtet. Kush nuk e kupton këtë nuk do të fitojë. Kush nuk arrin të artikulojë me zë të lartë brenda PD-s vërtetën, thjesht po bëhet pjesë e farsës radhës Sali Berishës dhe po ruan interesin e tij personal e familjar. Nëse do ta kishte zoti Berisha përballë, do i drejtohesh po me tjetër fjalë, çfarë do t'i thoshit? Absolutisht që do t'i thoja çdo gjë siç e mendoj. Dhe absolutisht që në sy do t'i thoja bëj një hap pas për të mirën e Partisë Demokratike në radhë parë. Sepse i detyrohet demokratëve, i detyrohet shqiptarëve, pasi ka marrë në 35 vite benefitet më të larta nga kjo parti. Dhe ka detyrim moral në radhë parë. Në rast të dytë, Sali Berishës do t'i kërkoja të zbatonte statutin. Dhe nëse do isha unë pengesa demokratëve, do kërkoja që t'u skualifikoja dhe unë bashkë me Sali Berishën, vetëm që Partia Demokratike të kishte garë dhe demokratët të zgjidhnin një figurë të pëlqyeshme që t'ishte pro institucioneve drejtësisë, pro faktorit ndërkombëtar. Vetëm kështu vjen PD-ja në pushtet. Pro riformatimit, pro rinisë, pro intelektualëve, pro bashkimit me demokratëve, kundër xhaketave të vjetra, kundër gjuhës linçuese. Këtë do t'i kërkoja Sali Berishës, sepse nuk mund ta përdorësh kurse si interesin tënd personal, duke shkatruar jo vetëm opozitën, por duke lënë gjithë Shqipërinë pa shpresë, sepse sot Sali Berisha është armiku më i madh i interesave kombëtare. Teksa jemi në këtë pikë, gara dihet se çfarë rrugë ka marrë. Kemi dhe zgjedhjet lokale që nuk janë shumë larg, rreth një vit më pas. Nga kjo garë dhe nga gjithë ky proces, por edhe nga vimësia se çfarë do të ndodhë, mendoni që Partia Demokratike do të jetë më e fortë apo më e dobët? Përballë një kundërshtari politik që njihet dhe pranohet që është një parti elektorale, siç është ajo Partia Socialiste. Nuk mund të jesh kurrë më i fortë pa shëruar plagët. Partia Demokratike sot ka shumë plagë. Dhe për sa kohë Partia Demokratike nuk pranon të shërohet, nuk ka se si të jetë më mirë. Do jetë më keq, sepse Partia Demokratike sot është në një shkatrim të identitetit vet. Është në një shkatrim dhe me ndërkombëtarët. Nuk ka shpresë Partia Demokratike. Partia Demokratike ka shpresë vetëm po të riformatohet. Me Sali Berishën thjesht do ruaj interesat e tij personal dhe familjar. Shpresoni shumë në një qeveri teknike në të ardhmen? Kam 13 vite që dëgjoj që para çdo proteste kemi një qeveri teknike dhe që kjo ka qenë protesta më e fuqishme dhe që Rama është friksuar nga kjo protestë se ka qenë më e fuqishme e gjitha kohërave. Unë nuk mbaj shpresa tek qeveria teknike, unë shpresën e mbaj vetëm tek vota e qytetarëve, te reagimi qytetar, te mobilizimi qytetar, tek alternativa reale, e cila mund ta bëjë Partinë Demokratike me një platformë fituese, me një platformë pro qytetarëve, pro demokratëve, pro ndërkombëtarëve, pro institucioneve drejtësisë, kurse si kundër tyre. Dhe ai që i drejton sot Partinë Demokratike e drejton kundër çdo faktori që mund ta sjellë Partinë Demokratike në pushtet, kundra vetë demokratëve, sepse nuk respekton nenin e propozuar nga i vet dhe statutin e votuar nga demokratët vet. Zonjë Balliu, ju kishit para pak javësh një takim shumë të suksesshëm me demokratët e Elbasanit, kemi një komunikime të vazhdueshme me demokratë nga i gjithë Shqipëria, çfarë ju thanë ata ju, por dhe si e pritën faktin që ju nuk kandiduat në këto zgjedhje. Çfarë qëndrimi do mbajnë ata? Kam pritur faktikisht shumë mirë faktin që unë nuk bëj pas nga betejë ime për parimet demokratike. Ato janë shumë të lumtur që unë po them me zë të lartë atë çka realisht ka problem Partia Demokratike sot. Unë po kërkoj zgjidhjen. Unë nuk po hesht as ndaj padrejtësive, as ndaj autokratit Berisha.
po kërkoj zgjidhje reale dhe zgjidhja pa diskutim që do kohën e caktuar që të vi, por unë po bëj betejën time. Dhe të kjo betejë, unë ndryshe nga Berisha nuk e bëj për interes personal, unë ndryshe nga Berisha nuk jam e korruptuar, unë ndryshe nga Berisha nuk kam një të kaluar me pikpyetje të mëdha dhe pa diskutim që jam një vajzë e re e cila do vazhdoj betejën e saj për parime demokratike, qoftë kjo dhe kundër kupolës, kundër kryetarit dhe kundër kujdo qoftë që do të pengoj interesin kombëtar për të ruajtur interesin e tij personal. Thënë kjo, cili do të jetë hapi i radhës si Alesja Balliut? Thënë kjo, që do të vazhdoj betejën time deri në fund. Zonja Balliu, faleminderit shumë. Woo!